Për shkak të tragjedisë në Koçan, qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut ka shpallur 7 ditë zije në territorin e gjithë vendit dhe ka paralajmëruar masa rigoroze për mosrespektimin e vendimit. Agjencia për Shërbime Mediatike, Audio dhe Audiovizuele udhëzon mediat që të transmetojnë, publikojnë përmbajtje që sipas funksionit mediatik të jenë të përshtatshme për ditët e zis. Muzika që do të transmetohet duhet të jetë e përshtatshme për ditët e zis dhe transmetimi i emisioneve argëtuese, humoristike dhe programet artistike nga zhanri komedi të anulohen deri në përfundimin e ditëve të zis. Njëkohësisht deri në përfundimin e ditëve të zis duhet të anulohen dhe të gjitha format e komunikimeve komerciale. Agjencia u bën thirrje mediave që të vazhdojnë të raportojnë në mënyrë profesionale, të kenë parasysh dinjitetin e viktimave, të lënduarit dhe familjet e tyre dhe gjatë raportimit të përdorin burime të verifikuara dhe bashkëbisedues përkatës. Në këtë rast, televizioni Koha informon të gjithë teleshikuesit dhe përkrahësit mediatik se programi komercial do të kompenzohet pas ditëve të zis, kur dhe do të vazhdohet me transmetimin e zakonshëm televiziv.